Janë zbardhur detajet ronditëse nga komunikimi i fundit i 24 vjeçares Palestineze Raja, e cila u vrap brutalisht nga babai i saj në Shqipëri. Mesazhet e publikuara hedhin dritë mbi momentet e fundit të jetës së saj në lidhje me që ajo kishte me një të ri libanez, të njohur gjatë qëndrimit në Gjermani. Sipas bisedave të fundit me saj dhe të dashurit, mësohet se kontaktet e fundit mes çiftit ndodhen me 18 dhe 19 shkurt 2024. I riu punonte në një supermarket në Gjermani, pranë restorantit ku ishte punësuar Raja. Biseda e fundit nis me 18 shkurt në orën 18:41, kur i dashuri shkruan: "Raja, jam akoma këtu." Pak minuta më vonë në orën 19:03, ato zhvillojnë një telefonat që zgjat 4 minuta. Në mëngjesin e datës 19 shkurt, i dashuri i saj shfaq shqetësimin për mungesën e komunikimit. Nuk u ktheve për të shqetësuar për atë që ndodhi. "Çfarë ndodhi me ty mbrëm?" Nuk më morën më mbrapsht në telefon. Në orën 09:34, ai dërgon një thirrje që mbetet pa përgjigje. Vetëm një minutë më vonë, Raja i shkruan: "Dashuria ime, jam në aeroport. Të lutem kujdesu për veten. Nuk mund të flisja me ty dje, sepse mami donte që të shkoje te ajo dhe të largohem. Kam fjetur në shtëpinë e saj. Në vijim ajo son të dashurin të kontrolloj numrin e telefonit në rast ajo do të vinte. Kontrolloj numrin e telefonit në rast se vi." Përgjigjja e tij në orën 9:46 ngroi dyshime për gjendjen e saj. Diçka? Si çfarë? Pas kësaj bisede fatkeqësisht kontaktet mes tyre ndërpritën për gjithmonë. Vrasja e Rajat ka tronditur opinionin publik, ndërsa hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes makabër.